Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ndjej boshllëk reagon për herë të parë Glitako pas daljes nga shtëpia. Pas daljes së papritur nga shtëpia e famshme mbrëmjen e djeshme për arsye shëndetësore, Glitako ka bërë reagimin e saj të parë në rrjetet sociale. Në një postim në Instagram, ajo ndau një mesazh të ndjerë ku shpreu ndjenjat e saj të pasigurta dhe boshllëkun e brendshëm që ndjen. Gli pranoi se nuk e di saktësisht si ndihet, por theksoi se ka nevojë për ngrohtësinë e familjarëve dhe miqve të saj. Ende nuk dihet me saktësi gjendja e saj shëndetësore apo nëse do të ketë një rikthim të mundshëm në shtëpinë e famshme, por fansat e saj po i qëndrojnë pranë në këtë moment të vështirë. Më keni pyetur shumë si jam. Ndonjëherë pyes edhe unë veten dhe nuk e di se si ndihem. Unë vetëm di që kam një boshllëk brenda meje. Dhe nëse shikoj brenda vetes, shoh ngjyrën e zbrastësisë. Është diçka e çuditshme, ndonjëherë shpëtoj veten dhe ndonjëherë nuk mundem. Thjesht e di që në këto momente kam nevojë të ndjej ngrohtësinë e përqafimeve nga familjarët dhe miqtë e mi.